Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli. Në ditën e sotme, në këtë të premte, do të kemi mundësi të njohim një akrobate të vërtet me një pasion të jashtëzakonshëm. Pak ditë më parë, Fiona Rushiti është bërë shumë virale me atë videon e postuar në një prej urbanëve të Tiranës, teksa ajo bënte numra akrobacie thjesht e varur me flokët e saj aty në urban. Po kjo nuk ishte show i radhës, ajo ka sfiduar vazhdimisht gravitetin që prej moshës 3 vjeçare. Lartësitë e saj nuk janë thjesht për show, pa ajo ka pasion në akrobacin dhe këtë pjesë nuk e ndal vetëm tek vetja, por edhe tek brezat më të vegjël. Në studio do të na rrëfe për këtë pasion, për vështirësitë, për sfidat, për emocionet e të qenit akrobate, madje do të kemi mundësi edhe të na performojnë disa vajza të cilat Fiona do t'i sjelli këtu për na treguar se sa bukur është thjesht jo vetëm një akrobate e cirkut, por edhe një akrobate e stilit modern. Më pas do të flasim për atë ndjesin që prek shumë njerëz, që ndoshta nuk arrin dot ta tregojnë shfaqjen apo komunikojnë. Bëhet fjalë për ankthin. Shpeshherë e kemi sjellë në vëmendje përmes ekspertëve, psikologëve, për mënyrën se si duhet ta menaxhojmë këtë ndjesi, këtë emocion, atakun e panikut, ankthin, por sot do të ndalemi tek mënyra se si ankthi prek organet tona, si ndryshon metabolizmi, pse disa njerëz dobësohen dhe pse disa njerëz shëndoshen gjatë kohës ose në periudhën kur ato kanë kaluar ankthin apo janë duke e kaluar. Pse stresi disa i shëndos dhe disa i dobëson, si ndikon pikërisht kjo ndjesi në organet specifike. Më pas, me psikologën tonë, do të ndalemi tek një sindrom shumë e njohur në fakt, që është sindroma e zemrës së thyer. Çfarë është kjo sindrom? Kur ne përjetojmë sfida të mëdha emocionale, si humbja e një të afërmi apo një sfidë apo një stres tjetër emocional, zemra jon merr formën e një vazoje japoneze, ndaj është përkthyer si sindroma e zemrës së thyer. Si ndikon kjo? Është e rrezikshme? Do ta shpjegojmë vetëm pas pak. Ndërkohë do të kemi edhe një histori të vërtet, e cila na vjen nga Gjermania për të ndarë me ne historinë e saj të ankthit. Kemi një ditë të ngjeshur sot, kështu që na ndiqni, po ashtu edhe me recetat e albanes, të cilat me sa shoh janë gati dhe do të shkojmë së bashku t'i zbulojmë. Dhe nisim me Albanën, me recetat që ka menduar Albana për ju sot, si pratë fundjavë, mirëmëngjes dhe mirë se të gjeta. Çfarë ishe duke bërë, po bën gati produktet, çfarë do të tregojmë sot zonjave tona? Shplava orizin mirë, sepse është kushti i parë që orizi shplahet mirë, derisa ai uji të jetë i kulluar. Edhe i kulluar fare nuk mund të jetë, sepse ju e dini shumë mirë që uji i orizit ka një ngjyrë pak si e veshur. Po. Pak si e veshur. Si mjegu, si... Pra, e lë derisa të më thahet pak fare, të kullojnë të gjithë ujrat me sakt, tu unë kam vendosur mishin me lëng që ka zier. Kam shtuar pakës fare krip. O, për mbyllë. Kam sheqerin kaf, prandaj nuk po them dhe recetën, rushin e thatë, pakës krip, kam kanell edhe gjallë. Atëherë të gjithë të përbërë, çfarë bëjnë? Dhe hapi recetën e kabunis. Përshëndes zonjën Diana, se zonja Diana e ka kërkuar që ditën e hën kabunin. Edhe i kam thënë deri të premten do ta kesh. Pra është enkas për zonja Dianën. Ne mbajmë fjalën, është një recetë, domethënë ka atë shijen mes të ëmblës dhe të kripës, një shije ndërthurë, por shumë e shishme dhe shumë e pranueshme. Këtë të ëmblën ja jep rushi thatë, ndërsa kanella e ekuilibron. Plus që orizi, lëngu, del një recetë perfekte. Ne do ta sjellim sot shumë thjesht, kaq përbërës sa lexoi Albana, nuk ka të tjerë shtesë, madje edhe në listën tonë do t'i tregojmë pak më vonë produkte, se tani është hapi i parë që do të veprojmë me shkrirjen e gjalpit. Tek shkrirja e gjalpit, do të vdisim orizin. Do të shtoj pakës fare vaj. Bëhet një shkrirje shumë e mirë. Nëse ju doni një gatim që t'jetë kur themi, i mirë. I ngrënshëm, themi. Po. Nëse unë do lejoj që gjalpi të digjet dhe do të shtoj orizin që ka, sado që e ka lakështirën, ka ujin, unë
Ja ta lëftu se mbase e pengon. E lë derisa të përthithen, se erdhi një zogë dhe më tha në vesh që dikush ka ditëlindjen. Ty të vinë këshu... Një zogë. Zdojsh nga Ka është Instagrami atje është. Edhe 100, edhe 100, qofsh i lumtur. Ne kemi fatin që jemi një staf kështu si familje, dhe bëjmë qoka, urojmë, qërasemi, gëzojmë, si për veten tonë. Po isha në dilem, ti them emrin, mos i them, se është i këtru, që nuk, si ka qefto. E po. Nuk i ka qefto. Edhe 100 gabri, edhe 100. Ande i mapa. Ta gëzosh ditëlindjen një prej pjesës së tonë të stafit, që sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e domosdoshme, dhe Albana është qokatare, përfundimisht. Faktikisht, unë fillimet e mia, sepse normalisht është viti 4, unë kam filluar me këtë njeri. Gjë që nuk e di, detyra ime morale dhe shpirtërore është që si dhe me madhja që jam, sepse jam dhe nëna e tij në moshë, më pëlqen që ta bëj qokën e para. Edhe 100 edhe 100 e të uroj me gjithë shpirt. Imagjino tani që nuk vendosim dot muzikën, se i bie që janë... Ne të tjerët vendoset prej ti, ne nuk e vendosim dot, kështu që e mendoni vetë pastaj. Happy birthday. Atëherë, prandaj zgjodhe këtë recetën ti. Jo, nuk e zgjodha fakt, nuk e zgjodha. Po kjo bëheshe për njerëzit e pushtetshëm dikur. Kabunia. I pushtetshëm qofsh. I pushtetshëm qofsh të jetën tënde. Atëherë, kabunia. 100 herë dhe mos më provokon me fjalë. Ose të rastisin ty recetat, ose i zgjedh vetë. Rastisi. Tash, ma kërkoj zonja Diana dhe e lash për të premten unë. Atëherë këtë kabunia shiko, më duhet. E them vazhdimisht shpesh derisa në gatime disa duhen që të djersiten. Pra, zgjalpi, të iki lakshtia që kam të orizi, i shtoj shumë pak ujë se kam lëngun e mishit këtu. E dim shumë mirë, receta është 2 me 1. Një oriz, 2 ujë. Ka që ka nevoj kjo oriz, mundoni që orizi të jetë gjithmonë të jetë kokër mbullak. E lë, dhe do t'i shtoj të masën e ujë që kam këtu, të lëngut mishit, pa tjetër. E kam kompresuar pak me ujë. Nuk është e nevojshme që marrim me zije mishin, marrim ujën e kullojmë, përse ta kullojmë në lëngun e mishit. Po pa tjetër, përderisa unë do ta marr, do ta coptoj mishin, përse do ta kulloj lëngun. Sepse e shoh në shumë receta që kur të shtohet mishi, marrim, kullojmë ujin, coptojmë mishin dhe ashtojmë. Absolutisht. Në një vend do jenë. Absolutisht. E lë të më zihet pak, duke i shtuar pakës krip, se në të kundërt ma do më dalë sultjash, po të kem vetëm sheqerin. Po, normal, du të bëjmë ato ekuilibrin e 2 shijeve kryesore, bazë. Shtohet sheqeri kaf, është një gatim që shot me shtresa. Pra, vendoset shtresa parë, sheqeri kaf, pjesa e rushit të thatë, dhe rushit të thatë du të jetë pa bërtham, dhe normalisht, në shumicën e rasteve, rushit të thatë është pa, zidhet, rushit është pa bërtham. Po, i til, enkas, ose e lë, kjo ngjyra, ose a i ziu, apo është mi ëmbël a i? Të dyja llojet e ngjyrës, çfarë të kemi? Edhe nëse shtoni boronis, për mua nuk ka fare problem, sepse dhe boronica bashkë me rushin kam pak pothuajse të njëjtën shije. Më pas kur filloni dhe shtoni jo stikat, janë që kërkoni ta bëni pak më moderne, po gjë shije duhet lidhen. Nuk mund të vendos stika, nuk mund të vendos lajthi, edhe çfarë të dua. Ndryshojnë shijet dhe ne duam që shijet të jenë vërtet të jenë në tradit, mund të shkojmë me 1 ose me 2 përbërës, por që këto 2 përbërës të lidhen me njëra tjetrën. Po. Se do njerë kur bëjmë këtë kombinimin e gabuar, vetëm tek shija ndikom, por edhe tek tretja. Po që do, bravo. Edhe tek perimet, edhe tek frutat. Kjo është më kryesorja. Që do të kemi kujdes në mënyrën se si i kombinojmë edhe ushqimet. Tani, marë. Pjesën e mishit, ne kemi sjell një pjesë, një copë mishi, mish viçi, që kemi zier paraprakisht. Faktikisht, dhe mirë do t'jetë me mish qingji, qafa, por
pjesa osobukës me qafën kanë 1% shije, ose merrni të mirë fill që kanë shije, por kjo e zëvendëson më së miri pjesa osobukës. Osobukë është pjesa më e mirë tek e mishi i qingjit. Mishi i qingjit, okej. Pra, paka shumë do të presim sa orizi të zjej, diku te 15 apo 20 minuta, paralelisht uji i mishit, lëngu i tij shtej nxehtë. Dhe coptojmë në copëza të vogla pjesën e osobukës. Kemi për të shtuar rushin e thatë, sheqerin kaf dhe kanellën. Unë do të bëj një përmbledhje tani të kabunisë, të disa përbërësve që i kishim edhe në tryez dhe nuk i kemi përfunduar ende. Ju duhet 300 gram oriz, kokër rubullakë të bardhë, 400 apo 500 gram mish qafe dashi, ose mish me pak dhjam. 100 gram rush të thatë pa fara, 120 gram sheqer kaf, 1 lugë gjelle kanellë pluhur, 100 gram apo 120 gram gjalp dhe krip. Tërse ishte ëmbëlsirë, po thonë andej. Jo, është pilaf. Kabunim. Pilaf, si kërkonin pashallarët. Direkt tjetrit e ëmbëlsira, do të ska. Nga që pak sheqer kafe dhe pak... Po kështu e ka tradita e kabunis. Kjo recet kështu gatuhet. Ka edhe sheqerin dhe kripën edhe rushin e thatë. Unë e di shumë mirë që Anvisa do thonë, me mish dashi, dhe pse ne e shkruam, dhe pse ne e sqarojmë disa herë për shembull, më ka ndodhur që kjo pa tjetër, pra ne e sjellim dhe në versionin kur ti nuk e ke atë mish. Dhe fundi, mishi i dashit, tani për këtë kohë për shembull. Nuk e kishte sjell Bariu endet nga kullota. Dashi bëri filma, edhe iku, tha dashi, tha i la vendin Briciapi, tha më me tjem Briciap. Se dia shkon deri. Do gjesh një dash të mirë ose nuk i gjen kollaj tani. Bën dashur prap. Kur i gjejmë të mira i sjellim. Në versionet kur juve ju mungon për shembull, nuk keni mishin e dashit. Jo të gjitha kanë mundësinë. Po jo se ka njerëz që lexojnë ato recetat. Edhe po, lexojnë recetat në përgjithësi, thonë recetat që kjo bëhet me mish dashi dhe e lëm pa gatuar recetën, ndërkohë që nuk e dim që opsioni tjetër mund të jetë dhe me mish viçi, pjesa e qafës ose. Shtojni gjalpin, por gjalpi të jetë cilësor. Pra këtu është sekreti. Shtojni gjalpin dhe gjalpi të jetë cilësor, të jetë gjalp i zier. Të jetë gjalp i zier. O, pe largoj. Erdha prap. Duke u zier orizi, fillon edhe do të shtoj një pjesë të sheqerit kaf, një pjesë. Po, të tjetër në dua për shtresën. Sikurse rushën e thatë do t'i shtoj ujë e lë këtu. Një pjesë kanele. Sërisht. Tani këtu kemi krijuar atë iden, shijen, aromat e kabunisë së vërtet. Do të shtoj një sekund, pas kam edhe pak punë, se e pas që nuk është... Po, sepse copëzat e mishit duhet t'jenë... Copëzat e mishit, se ta është... Duhet t'jenë të vogla, praktike në konsumim. Mësin ca të mëdha, ca të vogla, dhe gati janë për racionin dhe orizit që po zihen. Kjo është një prej recetave më të shijshme të gatimit të orizit. Forma e kabunis, që është një recet shumë e vjetër që nga Perandoria Osmane deri në ditët e sotme ka mundur të ruhet përmes traditës, familjeve, shefave të kuzhinës, duke mos e ndryshuar, përveç se lloji të mishit, siç themi ne, që e testojmë me mishin
e Viçit, nga receta origjinale që mund të jetë me mishin, siç tham, mishin e Po të dashit. doni ju, e gatuani në tenxhere, ose në të kundërt të vendosni edhe në furrë. Pra duke vendosur shtresa. Por, ne kemi gatuar një pjesë të vogël, kështu që edhe në sopë, në tigan, mund ta lëm të përfundoj procesin, ta lëm të ziej siç duhet dhe në minutazhin e duhur orizin, e bëjmë dhe një trazim të shpejtë. Çfarë doja të thosha unë? Çfarë doja të thosha unë? Se është edhe që i harrojmë edhe atë që do të themi. Dikur, ka bunia bëhej më e mirë. Do thoni ju përse. Patjetër që dhe përse ne kam. Sepse ai panxhari, sheqeri që dilte nga panxhari, ishte bio. Jepte shije akoma dhe më të veçantë. Duke pasur një ndryshim me sheqerin kaf. E kemi thënë shumë mirë që ne kemi edhe produkte, por që janë dhe pak industriale. Po sigurisht. Dhe sa, kur ta shë gjalti... Nga dikur deri më sot, çdo gjë ka ndryshuar. Nga dikur ushqim nuk ka shjene më pashme. Këto jemi të ndërgjegjshëm edhe e dim shumë mirë se themi ne s'janë më këto ushqime si dikur. Aromën, shijen, që nga toka që ka ndryshuar. Derisa unë të filloj me përzierjen të kem atë një trajtshmërinë, të unifikohen të gjithë produktet. Do t'i shtoj të gjitha, dhe më pas do t'a vendos në furrë. Sepse më pëlqen që t'a bëjmë atë kollajt. Nuk dua ta ndërlikoj, sepse ju nuk e meritoni gjërat e ndërlikuara. Nuk besoj se kemi për të shtuar produkte të tjera, që ne të tregojmë deri hapin e fundit dhe më pas të rikthehemi pas shkëputjes tonë të radhës. Sheqeri në fund fare dhe asgjë tjetër. Po. E provojmë, rregullojmë dhe shijen. Kjo ishte pra kabunia. Recetë e thjeshtë, e shijshme, tradicionale. Shkëputemi tani për mesazhin promocional të Prosatol Kompleks dhe do të rikthehemi me recetën e dytë. Mirë se u rikthyet në rrezën tonë, do të bëhemi gati për recetën tjetër, ndërsa unë doja t'ju thoja që kur ndodhem përpara një aparati ekspresi, ndihem si një bariste e vërtet, sepse kjo teknologji më jep mundësinë të provoj një ekspres të përsosur, të jashtëzakonshëm, shumë cilësor përmes teknologjisë A Modo Mio, një ekspres italian, një shije e përsosur, një aromë fantastike, është Lavazza. Ky aparat funksionon në mënyrë perfekte dhe është gjithçka që duhet për të shijuar një kafe cilësore. Çdo gjë është e dizenjuar siç e shihni me përpikmëri, temperatura e përgatitjes së kafes, ekstraktimi i avashtë i kafes, presioni i ujit, kombinimi i tyre me teknologjinë e përdorur në kapsulat A Modo Mio na përgatisin një kafe që e ka zili edhe ky baristi që kam unë këtu. Ne përgatitëm kafen nga kapsulat Oro. Sot zgjodhëm këtë shije, këto janë kapsula me vakum, 7.6 gram kafe, si që thash, ai sistemi funksionon shumë mirë për të na sjellë atë kremozitetin dhe aromë. Prandaj thonë njerëzit që siç ka Lavazza, ka një shije dhe një aromë perfekte, ndryshe nga kafet e tjera, dhe ky është ndoshta sekreti, ky sistemi që unë ju thash. Për sa i takon kapsulave, po e marr pak më vonë, i kemi këtu të gjitha te sirtari. Ju mund ta shijoni ekspresin tuaj në shtëpi, në zyrë, kudo, përmes le themi mundësisë që u jep aparati për ta patur këtë ekspres në shtëpi dhe për të shijuar llojet e ndryshme dhe të larmishme të kafes. Kafeja është zgjim. Kur bëjmë, le themi, një kafe të mirë, themi se kemi arritur të shijojmë atë të duhurin për mënyrën se si ne, kur nuk e pim do të atë kafen e mirë, themi që edhe muhabeti nuk ecën mirë. Kur kafja shijon, duket sikur edhe bisedat bëhen më të vrullshme, më të sinqerta, kanë më shumë ndjesi brenda, ashtu siç ndihet edhe aroma e kafes. Sot do të provoj Oron, kapsulën Oro. Unë s'jam dakord, jo. Pse? Më vjen keq. Më të gjitha këto çfarë thënë s'jam dakord. Si as pras një gjë, dakord. Sepse përderisa unë s'kam kafen, si mund të jem sinqert. Bëj direkt tani. Ajo që pat juve ishte edhe për moka, edhe ty do të jap, ti do ta bëj qefin fare. Prandaj nuk ta bëra ekspresin, sepse ti do ta vazhdosh me kafen Lavazza ready to drink, sepse e ke shumë të thjesht procesin. Thjesht vjen këtu te rafti ose te frigoriferi, merr kafen cappuccino që ke ti qef. Bravo. Edhe ja.
Thash, më ngeli hatër, po se jam edhe... Me hatër mbeti jam në shkretës, kam që të bëj. Po deshe konsumoja kështu si qështë, po deshe të shtojmë, e ti pse doja ta hidhja këtu? Doja të mafrojt pa kamera, që të kuptoni se Lavazza punon si pas traditës dhe këto, le themi kanache, me 100% kafe arabike, janë prodhuar si pas formulës që ne përgatisim për shumë rastin e cappuccinos në shtëpi, në atë gramatur. 2 me 1, 1 me 2, sa janë këto gramaturat, që të kesh një dëndësi dhe një konsistencë të durë, shipe pak. Unë di një gjë. Kjo është dhe të më e freskët. Që është të kombinuar shumë. Ready to drink. Lavazza dhe dashuri. Ti si mendoje, se të lija pa kafe ty? Të them të drejtën. Ja, gëzuar nga bëf të mirë. Ja të pacha. Mëngjesin e kemi ngrënë. Ja ju pachim. Po shijojmë edhe kafen ton, si kundër edhe shikuesit, zonjat tona me bashkëshortët, ndoshta e kanë pirë ose duke e pirë kafen, ju bëf të mirë. Bashkëne. Niseni ditën me pozitivitet. Nuk keni gjezve, për labi gjezve. Gjeva ka ikone Turqisë. Bëjnë aty tak, shpejt, gjitha. Jepni dashuri, biset të vërteta, të sinqerta, kur janë të pozitivitet, Lavazza jemi shumë rregull. O të paça unë ty, o të bëfti dita një një të qej shumë, prandaj ta solla. Kemi dhe variantin tjetër, ekspres, apo kafe dhe qumësht. Kjo shumë e mirë. Dhe ky varianti. E rëndësishme është që duket sikur ti e ke përgatitur enkas në shtëpi me atë raportin e dur të traditës së përgatitjes së një cappuccino, kafe latte apo ekspresi, duke ju referuar pikërisht këtyre kanoçe që manin në frigorifer, padyshim për qenë të freskëta dhe që kanë një emër Lavazza Ready to Drink. Se të pëlqejnë ty këto termat që të shpejta. Unë marr zjarr, si ta themi, kush ka jevgut. Po atë 2 minutë që kam vetëm. Thash, më ngeli hati së më bëri kafe, thash. Jo, se ishte dhe një gjë madhe, jo, po. Hajde, meru pas e vesh me ty, po së të bëmë edhe kafen. Po, i më thjeshin bajtur e të varu, pak asë gjë tjetër. Se do kalojmë me një herë. Kemi një recet shumë të mirë. Shumë të mirë, ja. Që e bënd të mirë të recetën, që qënë ka kaj shumë e mirë. Ka shien kremoze. Është kremoze. Është këshu e gjithë familjes, që mund të jetë e pranueshme për të gjithë. I madhi, i vogli, i fëmija, të gjithë e duan, e dashurojnë. Dhe fjala ime kryesore, dhe unë e them gjithmonë, është fjala është dashuri. Çdo gjë që t'i shtoni dashuri, del e mirë. Në më thonë, ta jo lista që ne përmendim tek përbërësit, pavarësisht se nuk duket, dhe nuk është, madje duhet ta shtojmë aty. Po, shto dashuri. Përbërësi kryesor është dashuria për ta gatuar receptën. Nga Albana me dashuri. Tani, përveç këtij përbërësit kryesor, receta ka këta përbërës të tjerë. Kemi patatet si përbërësin kryesor. Të shohim pak pjesën tjetër të recetës të shkruar dhe ndërkohë produktet Albana i shton tek kasi me patatet. Shtoj. Që do t'jenë shumë kremoze, patate fure me krem dhe djathë. Do t'jetë një tavë disi kremoze e shishme. Do t'keni 5-6 patate të mëdha, 300 ml pana, 1 gotë qumësht, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle gjalp, 150 gram djath i fort i grirë, krip, piper dhe arë moskat. Që do bëjmë? Tani jo dhe me erzat tek patatet. I ke zirë patatet, apo janë të pazira? Absolutisht fare. Këtu kam patatet, i kam prerë. Në disje, krip, piper, asë që tjetër. I përzije i mirë. Do të shtoj gjalpin që në temperaturën e ambientit shkrinë, do zishtë zbutur dhe njomen zbuten të gjitha patatet. Unë vazhdimisht patatën, kër e vendos, dhe kër kam për të cilë, e vendos me ujë të nxehtë. Ujë të nxehtë edhe krip, asgjë tjetër. Zbut pak ajo ujë nxehtë, gjithsesi. Jep një shtres të butë. E çdo rezat. I lë të qetësohen me njëra tjetrën. Ndroj pozicionin e tiganit. E të vendosim në furë karbonin, apo? Shif, ne mund të vendosim në furë, si që kemi. Ato gropuzat janë bërë. Si që kemi, me letër alumini këtë dhe i lë me nëse si të patën. Ja, ku e kemi. Çfarë aromash që vjen. Po vendosim të marrë ato ajkosin. Po.
ato gromëzat thjesht të thellohen. Vendos në proces termik tenxeren. E çoj në moment e çoj në maksimal. Shtoj panën. E ndihmoj me në qumësht. Faktikisht unë qumësht do vendos pak më tepër për të vetmen arsye sot është e premte. Dhe përbërësit? Sa mirë pas ka qenë kjo se e provova në çik fshehur. Dhe ajo çka unë vërej është tek ëmbëlsia. E vure re që ka një ëmbëlsi të duhur, jo velse, nëse është e duhura për sa i takon ëmbëlsisë. Fantastike është kjo shija, më pëlqeu shumë. E vodha pak shijen nga Albana, kurse kishte mendje se këtu nuk e kishte provuar. Në të dy, vetëm në dy raste, lejohet librat dhe lulet. Librat edhe? Librat, lulet, shija. Po vodhe lule. Shumohen. Patjetër. Shija është, vjedhja shijes është që ti askush nuk ta mëson shijen. Ti thjesht e vjedh. Djatë të fortën, baba i tha djalit vidhja gëshërët. Po. Ati profesionistit që ishte, roba qepës. Vidhja gëshërët, baba. Vidhja gëshërët. A i shkoj vërtet vodi gëshërët dhe i koshti. Qa i ke këto, i tha babaj? A më the vidhja gëshërët, po të thashti vjedhër zanati, profesionin, duke që një vëmëndshë. Kjo pra që do këtu e kisha. Thelpit e hudrës. Çuku. Pra pana, qumshti, hudhrat. Ja këtu. Kemi marinuar patatet, kripi për të zi, duke shtuar aty edhe gjalpin. Ups, e largojmë. A më t'i qoj në vënd pse përtoj, unë jam e pa përtushme. Tani, qa fleti. Flutur, tani, patatet, si që thamë edhe një herë, duke qëndruar, mundet të rrezikoni, po i latë shumë kohë, që të nxihen, por deri tani ne vazhdojmë paralelisht edhe nuk e kemi këtë rrezik. Direkt, arë mysh ose arë moskat, aq, sa të jap lezetin, jo më shumë, aq, e largova. Derisa të më ngrohet pak. Nuk i du atë dyja këto, i heq më njanë. Djathin, djath të grirë, kaçkavall. Duke qenë se është më i zakonshmi kaçkavalli, po e themi kështu si rasin e djath të fortë. Djath të fortë. Pjesën tjetër, nuk bëjmë gabim sipër, sepse nxihet, digjet i pari. E shtoj direkt. Jap shijen, pra shtova vetëm kripën të patatet, këtu jo. Tani keni parë që marrim patatet edhe i vendosim me shtresa. Përse? Për të lodhur. Bravo, që unë t'ja vëshërsoj dhe me kësë unë po bëj diçka më tepër, jo, absolutisht. Marrim patatet dhe i vendosim direkt në tava ashtu siç janë. Niki të lutem. Ja, i vendos direkt tani tek tava. Ekzekutimin e patateve direkt. Të kanë gjallë, kështu që dhe tavën s'po e lyej, meqense këto janë të... Jo, shumë mirë. Dal, se nuk të ndihmova. Edhe pjesën e gjalpit dhe i trazojmë përsëri. Atë punën që di ti nivelimin. Thjesht niveloj mirë, asgjë. Rim dhe ja u vështirësojmë punën pa qenë e nevojshme. Mjafton t'i hapim pak, të kenë hapësira dhe të depërtoj pjesa e kremit tek çdo patate këtu dhe gjithçka shkon më së miri. Asgjë tjetër, kremin sipër. E gjithë kjo mas? Ja, opa. Pra të kujdesemi të mbulohen të gjitha patatet, që të mos jenë të thata. Duke i dhënë një
Ja, kështu. Letër alumini sipër që ne të krijojmë zbutjen e patateve poshtë. Dhe e pjekim në 200 gradë, apo jo? Po. Në 200, gjithmonë është në varësi të furave. 220 e kam, shumë në rregull. Shumë në rregull. E vendosim edhe tavën në furrë, përsëris edhe një herë produktet e saj, meqense edhe e kemi përfunduar, ishte shumë e thjeshtë, në pak minuta, një tavë shpejt, mjafton të keni përbërësit, ju duhen 5-6 patate të prera në disqe, patate të mëdha, 300 ml pana, një gotë qumësht, 2 thelpinj hudhër, një lugë gjalp, 150 gram djathi fort i grirë, krip, piper dhe arë moskat. Tani, shkëputemi për pak publicitet, reklamat për të falenderuar bashkëpunëtorët tanë, dhe ne do të rikthehemi me recetën tjetër, me recetën e tretë. Mirë se erdhët. Në pjesën e dytë të gatimit tonë në Reze Dielli, kemi përgatitur për anvisat që sapo e kanë hapur ekranin e Report Televizion, ka bunin, ka përfunduar, vjen një aromë dhe një shije fantastike, dhe ku e kuptojmë ne që orizi apo çdo gatim me të është i duhuri në raportet me lëngun, me ujin që përdorim, pikërisht te grobzat që krijohen, siç themi ne pilafi me vrima në gjuhën popullore. Dhe këtë na jep si ndikohemi që themi ne është i duhuri. Po i duhuri është dhe në shije, i duhuri është dhe në aromë. Shifeni pak se sa i shkrifët, kokra ka qëndruar më vete, e pa ngjitur, e aromatizuar me këtë kanellën, me shijen e rrushit të thatë, me pak sheqer kaf, është perfekte për të nderuar dhe për të kënaqur stomakun. Atëherë, ta kem paralelisht dhe mos të vënohem. Tek rrushi do të shtoj? Në një shtesë që t'i bëjmë neve, pasi e kemi gatuar kabunin, në fund fare. Kaq më duhet. E dini shumë mirë. Vendosim, Ke drithrat, kudo, ke vendosim. korizi. Letra alumini dhe i kemi në rregull. Sepse tani nga vapa krijohen ato fluturat e vogla, insektet e ndryshme që zënë zakonisht paketimet tona me miell, me oriz, drithra, me radhë, deri te sheqeri, çfarëdo lloj gjë tjetër që ju keni vendosur, mirë është të ruhen kështu në qelç dhe të vendosen në të një shumë me letër alumini. Patlıcanën pasi i kam prerë në disqe. Është ajo receta që premtuam dje? Djeshme, receta djeshme. Po. Shtoj kripën, shtoj dhe pak piper. Vaj. Dhe i përziejmë. Shihni, patlıgjani është nga i më i gjëri. Sa më i gjërë të jetë, aq edhe më mirë është. Krip, piper, vaj, një thelpi hudhër. Të përzjera mirë dhe do t'i skuqim. Thithim vaj si sfungjer, e dim shumë mirë tek patlıgjanët. Se kanë pjesën të tulit të tyre të tillë, të formuar, kanë ujë. Edhe do të kemi kujdes që ti kullojmë. Unë i kam lënë me pak fare. Ja. Këtu kam mbushin që duhet t'i mbush. Do të shtoj majdanozin. I largoj të gjitha se s'më duan. Një djath, pa ashtu të aromatizuar dhe djathi me erza, me bimë. Djathin aty ku kam grirë majdanozin, kam shtuar edhe, është fundi fare, si ajo që në vend që ta shplaj, e lë të tillë që të marrin aromat. Pak fare piper, nuk do të shtoj krip, sepse është vetë djathi. I tillë.
Më duhet që të jetë pak si në zjerje. Pak si në zjerje më duhet. Sepse krijojnë edhe avull. Sepse dhe më zbutet, por dhe lakështirën nuk e hoqa plotësisht. Nuk jenë të buta ato ndërkohë. Po duhet jenë buta që të jepen. Po. Që të jepen në mbushje. Po. Dhe duke pasur, përse e kam thënë vazhdimisht, jo sepse unë s'kam pasur kapak që t'i vendos, duke pasur një kapak më të vogël, normalisht, bëhet më e shpejt. Skuqa, zjerja, si të doni ju. Dhe jo më kot, shikoni disa receta, që vendosen 2 kapak. Pra është i puna atyre të nxerëve që janë në avull. E largojnë që të marrin shumë pak ngjyrë. Po. Shumë pak ngjyrë. Aty tek sheqeri dhe tek rushi thatë, për servirim dhe të heqim pak ndoshta letrën, se duaj që të marri pak ngjyrë kjo tava e patates. Ja të bëjmë ato servirjen e duhur. Deri këtu ja lejojmë vetes ta kurojmë edhe pjatë dhe mënyrën e servirjes. Jo se është ndonjë punë e vështirë, në një tas të vogël, tasi i kosit për shembull, që quhet ose i salcës, kujt unë, çfarë tasi kemi në shtëpi, mbushim plot e ngjeshim pak. Ja, më shumë të thjeshta gjërat. Mundohuni, mos ja ndërlikoni jetën vetes tuaj. Po sepse e çoj për 2 persona, për shembull, prandaj kam dhënë një pjatë më të madhe. Mbush, thash e ka për vete, ka menduar që... Po për vete, pse? Kam thënë shpeshherë këtë. Pra se vetëm fëmia, lugën e çon te goja vetë në kopës, nuk e çon te goja shokut. Le të marr një pjatë këtu që kam një pjatë më të madhe, se... Një sekond. Vendosim për mbys dhe shumë kollaj. Aty në qendër dhe ja. Urdhëro. Shikoni, duket edhe rushi thatë, pjesa e mishit, e kanellës, pastaj për aromat nuk di t'ju them. Edhe për shijen. Edhe në çik rush të thatë sipër dhe ju bëft mirë kush e gatuan këtë recetë në shtëpi sot. Kaq. Të lumshin duart. Po vendosim? Largojmë. A vendos këtu përpara? Okej. Kalojmë tek patlıxhanët tani, po skuqen, bëjmë atë të parën, dorën e parë. Direkt. Skuqjes së patlıxhanëve. Marr të vogël fare. Kushti i vetëm në këtë recetë është të zgjidhni patlıxhanët e gjerë. Është ai lloji i patlıxhanëve të gjerë që është dhe një lloj ngjyrë vjollës, më duket, patlıxhanët ngjyrë vjollës, që janë të gjëra, kështu të polake. Ja sa të mëftohen pak. Në disqe unë bëj një përmbledhje ndërkohë të kësaj mezeje me patlıxhan të pjekur dhe që shijon aq shumë në çdo vakt që ju do ta servirni në tryez. Ka patlıxhan mesatar, 2 të gjerë, 2 vaj, 2 lugë vaj, 1 tufë majdanoz, 1 thelb hudhër, djath i bardh i thërmuar, krip, bim aromatike sipas dëshirës. Presim patlıxhanët në disqe, i marinojmë, i skuqim. Ndërkohë përgatisim mbushjen 1 shtrat me majdanozin, djathin e thërmuar të bardh duke e përzirë ato dhe me majdanoz. Do bëjmë servirin e duhur të kësaj mezeje të thjeshtë, që nuk është thjesht një meze, po është një vakt që na plotson një vakt të lehtë. Tani ato janë të nxehta. Faktikisht janë të nxehta shumë. Të nxehta. Janë shumë të nxehta, jo të nxehta. Xhixh. Marrim ato kapsen apo ajo i copton? Ajo kërkohet që të ftohet pak si mas, sepse çdo gjë do edhe kohën e vet.
Do bëhet si kështu hamburger kjo? Me shtres djathi, patlıcan sipër, majdanoz? Ja. Atë do vendosun. Okej. I shtojmë Përsëri. më tepër djath këtu, se e pash i kam shtuar pak. Nuk më ndihmon as pinca, as i gjë, nuk më ndihmon në këtë pjesë. Vërtet. Megjithatë, opa. Tjetër sa të bëhen dhe gati, me kapakun ato mbahen të buta. Nuk i kapim dot. S'ka shans. Dhe ngjyjem aty tek. Është e nxehtë shumë, është shumë e nxehtë. Bën shumë xhixh. Unë po marr një pjatë tjetër që të bëjmë diferencën. Edhe ftohen më mirë. Shpejt. Opa. Një këtu për shembull. Ja. E tillë. Tjetra. Kur të ftohen, shijohen. Po. Sepse janë shumë të nxehta. Tillë. Dhe fillojmë dhe marr përse i lë në ujë. Kjo është arsyeja pse i lë në ujë. Ja. Janë shumë të olla, zbuten kollaj fare. Pra mua më duhet thjesht. Sa mund të mbahet kjo? Po. Thjesht sa ti marr. Kur themi sa zbuten pak, po, aq. Më duhet i bëj gjeshjeja, sepse kjo është faktikisht më e duhura. E tillë. Duhet që ngjeshja të dali ansoreve. E marr. Po. Kur tha këndon kërcen priftin nga Belaja, E marr me atë zërin e dritur si do që dora. Ja, bëjmë edhe një të fundit dhe këtë më duket do ta bësh me 3 shtresa, se janë 3 të fundit. E bëjmë me 3, përse qa? Kjo është e jotja. Unë çfarë ti bëj kur nuk i kam gjyrat unë në dorë, po këto? E largojmë dhe tiganin dhe jemi gati për ta përfunduar dhe mbushin e fundit. Ndërkohë tava me patate, atë kremin që ne përgatitëm, i duhet pak më tepër kohë, megjithatë po ja u tregoj se nuk më rihet pa ju treguar se çfarë përgatitëm, sidomos për anvisat që sa po kanë hyrë në shtëpi. Një tavë kremoze me patate, do t'ju tregoj se çfarë përmban tjetër brenda. Do të merrni 5-6 patate të mëdha, shifeni po zgjen, do të pikset ajo pjesa e kremit dhe përsëri pjesa e sipërme do të jetë pak më e fortë, brenda do të jetë një shtresë delikate kremoze dhe me një shije fantastike. 5-6 patate të prera dhe ato në disqe, 300 ml pana, një gotë qumësht, 2 thelpinj hudhër, një lugë gjelle gjalp, 150 gram djathi fort i grirë, krip piper dhe arë moskat. Për më shumë do të ndiqni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, mënyrën e përgatitjes do t'idhet aty video përkatëse, edhe me shkrimin përkatës për çdo recet, si kundër dhe kabunia dhe patlıxhanët. Ne po shijojmë tani kafen lavazza në pritje të miqve tanë në studio. Tani e meritoj 2 fish tani. Kemi akrobaci pas pak, ju pres, mos mungoni. Të lumshin duart. Akrobacie, me yjet e akrobacisë,
dhe me zysh Fiona Rushitin. Falenderoj Zymryt, Wendin, Megan dhe Engjin, të cilat do t'i ftojmë përsëri më vonë për të na bërë një tjetër show kështu numër akrobacie këtu në studio. Mirë se erdhe Fiona. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam këtu. Ti ke që e vogël fare që 3 vjeç që merresh me akrobacia, apo jo, që sfidon gravitetin, lartësitë, madje ndonjëherë në ato lartësi që kemi parë dhe pa ato zinxhirin mbrojtës. Këto ditë je bërë virale për hir të vërtetës. Por, si që thete ti në bisedën e parashme, mjaftoi një video aty në Urban, që do doja ta ndiqnim edhe një herë bashkë, që Fiona të bëhej kaq virale, por Fiona ka bërë aq shumë punë, aq shumë show, aq shumë performanca si akrobate vetëm profesioniste në Shqipëri, që mëson dhe vajzat e tjera për këtë art dhe shkencë në të njëjtën kohë, por për këtë do të flasim pak më vonë. Do doja fillimisht ta nis me atë video në Urban, që na le pa fjalë edhe ti, nuk e di do. Sa është gjë e vogël për ty, po për vetë udhëtarët shife pak. Fiona është varur aty ku mbahen njerëzit në Urban me flokët e vetat. Ç'të gjeti, si e nisi ti çpate që Zoti i madh. Si e mendove për të bërë këtë performancë aty? Po, në fakt unë kam parë, e ka bërë një vajzë jashtë shtetit, edhe e ka bërë në tren. Por duke qenë që ne kemi shumë trena, thash unë s'po e bëj në tren, po e bëj më mirë në autobus. Edhe si reagonin njerëzit aty kur të po panë? në fakt në fillim më kanë pritur muzikën ju lutem. Në fillim më kanë pritur shumë mirë. Edhe nuk është se pati ndonjë reagim të keq, unë thjesht kam bërë shumë video, dhe normalisht njerëzit nuk do rrinin gjithkohës tani të më shihnin mua me atë dashurinë e tyre. Ishin ca vështrime të çuditshme apo shumë të zonja këtë. Është video e fundit fare sepse ajo vajza me të bardha, gjë që unë kam folur madje më bërdemi kesha në Instagram. Ajo më ka përgëzuar me thënë të drejtën, po thjesht unë kam bërë disa video dhe normalisht nuk mund të presësh të njëjtat atë reagime gjatë gjithë kohës tani, se unë po rria të kapja atë videon perfekte. Pra te kjo video unë kam dalë perfektja, po njerëzit aty mbrapa kanë dalë edhe ato perfekt, po. Më thuaj pak reagimin më të çmendur, si të ka bërë më shumë për shtypje. Një plak. Çfarë të tha? Ja bëj kështu. Po di që me të janë mësuar, s'kam parë, me thënë këto moshat e treta janë pak të shushatur me këto performancat e mia. Ja i kputi fare ato flokët rrezik të thanë. Po, nuk, jo, jam e sigurt që apo lej kam menduar që kam ngulur në një gjë në kokë, se kam dëgjuar edhe këtë që më thonë çfarë futi në tru, si varështi nga truri, nuk e kuptojnë që është thjesht nga flokët. Po ky është arti i akrobacisë që po nuk ka një orinë edhe publiku nuk ka fajin, edhe unë jam më zemër, ja sa të më rriten gocat bëjmë çik më shumë. Ja më thuaj pak se ti ke që 3 vjeç që bëresh me akrobaci apo jo? Po. Është, jo, doja të dija më shumë që, siç thash, akrobacia është një art i bukur, jo vetëm art, po edhe shkencë e trupit, e mendjes, disiplinë, ka fleksibilitet, ka balancën mbi të gjitha. Të kam parë në disa video, do na ndihmoj dhe regjia në ato lartësitë e mëdha, ku ti në 15-20 metra lartësi, ku ti ke qenë edhe pa lidhur disa herë, ose pa mbrojtur. Jam thuaj pak si arrin ti të jesh kaq perfekte dhe kaq në balancë, në sfidë me gravitetin, duhet të thënë. Kur unë kam nisur performancat në lartësi, normalisht nuk kam bërë trajnim të syve, pra që mos të kisha frikë nga lartësia. Dhe pa tjetër, kur kam filluar të bëj këto trajnime, kam pasur atë litarin e sigurisë. Unë e kam thënë që për të tilla performanca, mua më ka ndihmuar stafi, nuk i quaj do të staf, ato janë më shumë se familje për mua, pra janë alpinistët e Rock Tiranës, të cilët më kanë ndihmuar aq shumë, që unë mos të kem frikë nga këto lartësi. Dhe kur unë nuk e kisha atë palestrën që të stërvitesha, se ne këtu e dim që çdo gjë funksionon në mënyrë shumë të drejtë, nuk ka padrejtësi fare. Edhe më dhanë edhe atë ambientin e palestrës që unë të stërvitesha, ku dhe nuk kam paguar dhe normalisht të kanë ndihmuar sa do pak, që ti të ushtrohesh edhe të perfeksionohesh. Mendoj që çdo gjë që kam, e kam, domethënë falë pavarësisht talentit tim, po e kam falë atyre, se po mos ishin realisht ato, se kisha bërë do gjithë këto gjëra, se kisha nevojë për një mbështetje, kisha nevojë për një shtys. Njerëzit thonë që mund t'i bëjnë gjërat vetëm, por jo, nuk bëhen të gjitha gjërat vetëm. Duhet një ekip, duhet një grup, pastaj te këto që unë bëj në Vinç, kjo është një çmendurie ime, ja. Është kjo? E kam menduar se mos ta përdor, po. Këtu kam qenë në Imar, ku dëgjon, kam qenë në një aktivitet që ka qenë dhe kryeministre. Edhe ishte shumë e bukur.
Sa minuta që ndrove në ajër në ato lëvizje? Pati dhe një incident këtu dhe në fakt ka qenë një nga performancat e mia më të vështira. Jo për incidenti imi, po, psikologjikisht ka qenë një nga performancat e mia më të vështira. Ndodhi një incident, u rrëzua dikush. Vjen për të qeshur. Edhe normalisht ishte një miku im. Kur pash atë që u rrëzua, më zhdua me parashut. Ishte jashtë performancës tënde, nuk ishte lidhje me shumë që po bëje ti. Disa minuta më vonë unë do performoja dhe unë kisha dhe mamen dhe vete, që ishte hera parë që pa më shifte në një shfaqe dhe tillë, dhe kur patë incidentin që ndodhi, nuk të la më të vazhdoje të... Po më lutem mos të hypja, realisht, po më lutem mos të hypja, qaja ishte ullur aty në rër, rinë të këshu e këthyër me kuriz dhe thoshte nuk të shof. Di vetëm që dridhesha, më dilin lotët vetë dhe më thanë që po të duash lëre, mos e bëj, për unë nuk isha ndërmën që të lije performancën. Edhe e bëra, po që ka qënë, psikologikisht ka qenë një nga performancat më të vështira, nuk e kisha mbledhje mendjen fare, dhe më thënë, ishte dhe kënga Die With A Smile, e këndoja që të hiqa mëne nga gjithë stave që kishtë ndodhur, por më dilin vetë lotët, vetë. Përveç kësaj përgatitjes, fleksibilitetit, balancës që duhet të kesh, kjo punë ky art që ti bën, patjetër që kërkon edhe një lloj përgatitje të fortë, siç e the, psikologjike dhe emocionale. Po, domethënë, një gjë të shkojë keq. Me thënë të drejtën si që shanë ndjerë të kjo aktivitetit dhe të tjerat nuk mendoj fare. S'ka menduar asnjë gjë, i kam shijuar të gjitha pa fund. Performanca që kam bërë për shembull te Kuravashës, unë të thash kam një besim total tek miqtë e mi që më sigurojnë dhe e di që gjithmonë jam e sigurt, asnjëherë nuk do dështojnë në performancë. Te këto që mua më ka lënë truri dhe nuk e vë litarin e sigurisë. Si pse nuk e vë litarin e sigurisë? Po, te këto në Vinç nuk dua se nuk po bëj ndonjë, domethënë unë çudi po bëj për shtetin shqiptar, po ja shtetit është normale, se tani numër lartësiti ku të bësh 2 metra, unë do lidhem pem. Tani, çfarë ndryshimi, çfarë dallimi ka kjo lloj akrobacie që ti bën, që është akrobaci moderne në ambiente urbane, publike, kudo, me atë akrobacinë e cirkut? Ajo akrobacia që bën nuk ka lidhje me akrobacinë e cirkut. Akrobacia e cirkut. Por kjo është një akrobaci moderne, prandaj thash që kjo është një show dhe një stil që ti e bën në vetëm, në fakt që kam bërë në autobus, deri diku mund të ngatrohet me atë të cirkut, po që prapë s'ka lidhje se unë jam vetmja që e bëj disiplinën e flokëve. Ma thë dhe jepë sa rrova. Jo, them që kjo kërkon më shumë impenjim, është më shumë show. Po, patjetër se po t'ishte ashtu s'do isha vetëm unë. Që i bëjtë tilla performanca në... Ti e vetëm që bën këtë lloj akrobacie moderne të lartësive dhe të këtyre performancave. Jo për t'i bërë qefin vetës, po edhe unë jam. Dhe më pëlqen të rrezikoj, do doja shumë. Unë konkurencën e kam jashtë shtetit. Unë dhe këtë videon që e bëra, nuk është, më thënë të them hajm, është mënyrë e shëmtuar se artisti nuk duhet të kapen me njëri tjetrin, po që pa tjetër unë dua që të arri në nivele ku janë artistët jashtë shtetit. Ja kam dalur, ka nevojë pa tjetër, gjithmonë ka vend për të bërë më mirë, ka nevojë për të përmirësuar. Ke dëshirë të performosh jashtë? Kam performuar unë. Të shkosh në... Kam performuar. Se jo? Po, atë e kam menduar, por ajo nuk bëhet vetëm me mua. Ajo, do me thënë, ndonjëherë nuk mjafton vetëm 2 krah për të arritur lartësit të mëdhaja. Duhet të t'japin dhe të tjerët krah, që këtu në Shqipëri nuk t'japin për t'i presin. Por kjo është një tjetër muhabet. E kam menduar që ta bëj një rekord, por nuk e bëhet vetëm, më duhet një mbështetje që këtu nuk e kem. Po, gjithsesi ndoshta kjo mungesë që ti po ngre dhe ky problem që ti po ngre, ndoshta është fakti që nuk e kemi një lloj tradite të këtij lloj arti të akrobacisë moderne në Shqipëri për të ndërtuar një shkollë të vërtetë. Jam mësuar të shohin gjëra të shëmtuara. Dhe kjo gjëja që po bëj unë ju duket çuditë. Normalisht unë tani jam vetëm dhe zërim gjët shumë pak. Por mendoj që kur vajzat të rriten dhe janë një grup më i madh, zëri atyre patjetër që do jetë më i fuqishëm dhe mendoj, se nuk i diet asnjëherë, që nuk do t'i kalojnë gjithë këto barriera, që po kaloj unë, vetëm fakti që grupi gjithmonë ka më shumë rëndësi se sa një personi vetëm që ato thonë ajo është e çmendër valla çfarë bën ajo. Ka shumë vajza që të ndjekin edhe që frymëzohen prej akrobacisë që ti bën, vajzat që ti mëson, që janë jo vetëm këto që do na performojnë pak më vonë, por dhe vajzat të tjera. Çfarë duhet të ketë një vajzë
për ta përqafuar këtë lloj pasioni dhe profesioni? Të jetë fleksibil, me një balancë, ekuilibër, fort në ndrisht, me një sfidë të brendshme, çfarë do të ketë, çfarë do të plotësoj tjetër? Shikon, në fillim duhet të ketë pasionin dhe vullnetin për t'i arritur të gjitha këto gjëra, pra pjesën e fleksibilitetit, balancës, pjesën e vështirësive që akrobacia ka, por në fund është një nga artet më të bukura, kur ti del në skenë dhe merr ato duartokitjet, që nuk ke nevojë që ti sforcosh dhe të t'japin njerëzit me zor, se të duartokasin vetë, se ndodh këtu në fakt që i duartokasin vetës, që ti duartokasi publiku, do zoti madh, domethënë nuk e di. Edhe është një nga ndjesitë më të bukura, të betojmë që të shohësh, domethënë gjatë kohës që ti je duke performuar dhe të shohësh publikun që gjithmonë i ka sy tek ty dhe gjatë gjithë kohës vetëm të duartoket dhe aty është problemi më i madh, momentin që gjithë vëmendja e publikut bie tek ty. Përpos kësaj, përveç dëshirës, vullnetit edhe pasionit, patjetër që kryesorë janë që të kenë këtë fleksibilitetin, këtë balancën, këtë pjesën e plastikës që këtu në Shqipëri ngatërohen shumë. Ngatërohen sepse shiko, zemra është bërë në Shqipëri është bërë ndomë dhe më vjen shumë keq që po e them se unë jam trajnere vetë, por që marrin për të stërvitur fëmijë dhe pastaj thonë se fëmija kalon kohën, por kur ti e paguan atë trajneri dhe më shumë do ta bëj si thirrje për prindrit, ti e paguan atë trajnerin që fëmija ta mësoj diçka. Dhe nëse nuk është i denj, fëmija për akrobacinë, siç kanë pasur don rasti që i kanë parë që nuk kanë fare lidhje me akrobacinë, dhe të shkojë fëmija ta gjej veten diku tjetër. Pse duhet të nxjerrësh ti fëmijën tani se po shoh domethënë skandale realisht, shoh fëmijë që hidhen, kërcejnë kot, këte janë dhe jo përse po kalon kohën. Po jo, se nuk po kalon kohën, se ti po i pagun 50.000 lekë muajin e kursit aty. Fëmijë dhe është bërë në domë, që janë bërë trajner, domethënë të gjithë, thonë që ne po bëjmë namin, po t'i shohësh kanë një grup masiv, është bërë, domethënë kjo pjesa e biznesit është bërë shumë e shëmtuar se ti loz me jetën e një fëmije në këtë rast dhe mund të ketë talent diçka tjetër dhe ti e merr në qafë dhe e mban atje kot. Unë për shembull kam zgjedhur mos të kem grup të madh. Unë këto vajza që i stërvis, sepse e di që... Në cilën moshë duhet të filloj një stërvitje për të qenë tamam një... Sa më të vogla, aq më mirë, po kemi dhe raste që kanë ardhur dhe të mëdhaja, 12 vjeç më ka ardhur një nga vajzat, dhe është super talent. Pra po të kesh dëshirën, shiko, ndonjëherë lind talent, ndonjëherë lind talent, por puna, pasioni, vullneti e mbysin talentin, kështu që duhet 99% punë dhe 1% pjesa e talentit. Po të kesh 99%, më thënë vetëm pjesën e talentit dhe mos të punosh fare, ke i marrë fund. Ti ndërkohë ke që 3 vjeç, kështu që ke arritur në këtë lloj sigurie, më trego pak për këtë teknikën që përdor ti në ajër kur që ndron, se aty e kam të gjithë fokusin, sepse është ajo më e mira punë që ti di të bësh edhe performance show për të vetmen akrobate moderne që ne kemi. Pra, sa ndikon çdo lëvizje, çdo frymarrje në suksesin e performancës tënde, për shembull, në ato si quhen këto, palosjet? Po, për minutazhe, po ndikon normalisht, sepse për shembull varet nga lloji, si do lëvizësh, varet gjithmonë nga lloji i performancës. Për shembull, tek performanca në vind që pam, aty përveç faktit që të lodhen në krah, është dhe pjesa psikologjike që e thash, varet se si të kap, por moment për shembull fillon këndon, se unë kam shumë qejf që t'i shijoj ato performancat e mia, dhe do s'do ajo t'i jep ngarkesë, lodhe dhe fillon pastaj gjë që do marr frymë. Dhe përveç kësaj ke dhe ngarkesën e humba tani unë e shoh. Ngarkesë psikologjike të si do të reagoj publiku, besoj. Jo ngarkesën psikologjike, është domethënë, si them, ngarkesa e që të jep performanca, kur ti kur je duke performuar, detyrohesh pastaj të zbresësh në tokë, t'ju tregosh njerëzve ato ushtrimet e bukura të vështira, se nuk është se unë po rri si kukull aty. Unë do bëj ushtrime, rrotullime, domethënë nuk di si t'i shpjegoj teknikisht. Në fund fare si reagojnë njerëzit, si e bëre ti, a ke kocka ti? Unë e kam thënë është publiku më i mirë në botë, për zotin, publiku shqiptar është publiku më i mirë në botë, sepse mua ato më kanë ngrit. Ato i kanë dhënë kulmin performancave të mia dhe unë dita që unë nuk do duar të kitem që do më dhe që do vija e ditë për gjithësi,
unë, do me parë Si do ta çosh unë do përpara, heq do vazhdosh dorë. t'jesh, Nuk kam nevojë, në nëse këtë njerëzit do fushë. lodhen nga unë do të riqem talentet e reja o burra të marrin vëmendjen e tyre se sa të bësh rëndom, diçka e shëmtuar, domethënë që shiko, më duar të kisni ju nga zori. Kur s'ke ça ofron më, thjesht nuk ke ça ofron më. Deri çfarë moshe mund ta vazhdosh ti këtë profesion? Ka lidhje kjo me fizikun, me moshën, me dietën ushqimore që ti ndjek, me trupin po. Po patjetër. Ti kujdesesh dhe për ushqimet apo jo? Nuk mund të jem 100 kg dhe të them doj në litar se më shkoj me një tjetrën. Disa ushqime që ti duhet i respektosh apo jo që të lejojnë ti jesh më fleksibël, tretja për shkak para performancës nuk besoj se ushqehesh ose janë ca rregulla të tilla. Jo, para performancës nuk ushqem sepse nga sikleti, se të thashë unë ndjej shumë, jo, më vjen për të vjell, gjithmonë. Dhe kur më ka ndodhur që kam ngrënë diçka para performancës, them që hajde mos të rri pa bukë, se zakonisht një ditë nuk ka fare para performancave, vetëm nga sikleti që kam, më ka ndodhur që më vjen shumë për të vjellë, pra më ngacmon shumë. Dhe nuk ka një ditë përpara, do me thënë nuk dua që ta fare, mjafton të pi diçka dhe jam okej. Kurse për pjesën në ushqime, thjesht ushqime të shëndetshme, ushqime shtëpie, do me thënë unë po të ha një suflaqe, unë pendojmë direkt, se them o pse hëngra unë këtë, se duke ditur se sa kohë duhet suflaqe, që të tretës në barkun tim të vogël. Po, dhe ti të jesh aq po, ideja është që do ndikoj momentin që unë do rritem, nuk ndikon tani, unë jam 27 vjeç, normalisht jam që gjithë kohës aktive dhe nuk ndikon një suflaqe njërë në muaj po të haun tani. Po, pa tjetër që ndikon më vonë gjithë kjo keq ushqyerja. Ti kujdesesh për të mbajtur rreth parë fizikun tënde dhe anën shëndetësore. Është një nga gjërat më kryesore. Ke pasur ndonjë kështu problem që mund të obezitetit që merr? Po edhe obezitetit. Ndonjë moment përveç atij që treguam, që ishte shumë emocional se sa fizik gjatë performancave të tua dhe si ke menaxhuar ti Fiona? Po, ka qenë një nga performancat që kam bërë në Kosovë, ku krijua dhe gjithë personazhin çiksik shumë e lezet, kur bëra një performancë me 2 flamujt Shqipëri-Kosovë dhe kam qenë në -8 gradë. Atje ai vinçet nga që nuk ishin fësuar dhe nuk i vë faj, sonë kam ishë shumë të mirë, më ngriti. Dhe nuk e kupton, mua më ngrin duart nga i ftohtë, që do thotë -8 gradë rrizë, më thënë të nuk mbaje dot litarin apo? Jo se nuk mbasha dot, thjesht ngriva, ishte shumë ftohtë. Edhe ai e mori si me shaka dhe më bën të xhiro, më rrotulloi tek shumë e vinç. O zotë, më thënë nuk e di te ato, po nuk e njihni si gjë. Dhe unë sa kisha filluar që ti bëja këto performanca dhe nuk i vë faj. Ka qenë kjo, do më thënë që me zi jam bajtur, sepse ai, shishi që bëju, ti ndërkohë nuk reagoj, nuk ishte qefin e vetë. Po isha po si helikopter aty, se kërkoj me helikopterin. Ti nuk thirrje ndërkohë kërkoje ndihmë, ose menaxhojeve vetë aty, emocionalisht edhe fizikisht. Edhe kjo më ka qenë e sikletshme, edhe inteligjencë emocionale të caktuar, të pjekur, për të përballuar këto sfida. Ka qenë dhe, si të thuash, jo fillimi, po në -8 gradë të performosh, normalisht, unë sa kisha filluar të bëj ato performancat e mia pikante në lartësi, edhe edhe kjo më duhet mua të më rrotullon të kështu, po që nuk rash. Edhe tani me ato, do më thënë, në Kosovë më mbështesin shumë, Kosova për artin edhe kulturën është tjetër gjë. Dhe për sportin, dhe besoj këtë e di dhe publiku shqiptar, se po e shohim se sa medalje ari po marrin vajzat tona në Dërsa vajzat që Fiona ka sjell, do të thrasim tani edhe një herë zëmbryet Wendin, Megan dhe Angie në një show, në një performancë akrobacie nga zysh Fiona. Unë të falenderoj, të uroj shumë suksese. Lartë dhe më lartë, na përfaqësot më mirë për këtë, le themi, gjini të bukur. Të shpresojmë që kjo intervista të vlej që si një thirrje apo jo, për të mbështetur këtë lloj. Të gjithë gjë, dhe jo vetëm akrobacin, po të gjitha sportet, se përveç futbollit këtu nuk po shohin asnjë sport tjetër. Se është një punë e madhe që bëhet dhe nga vet Fiona, por edhe nga gocat që e duan këtë art të vërtetë të bukur. Do ta lirojmë studion. Atëherë, ne po qëndrojmë, po i shijojmë kështu siç jemi, sepse na duhet të qëndrojmë këtu, muzika dhe performanca e vajzave.
Faleminderit për kohën edhe për këtë performancë të jashtëzakonshme me vajzat, si që thash dhe pak më herët, që do të jenë yjet e akrobacisë tonë. Ne do të shkëputemi për publicitet, i përcjellim vajzat, vazhdojnë akoma, sepse e kanë aq shumë pasion. Bravo, ja me këtë performancë një skulpturë vërtet aty sipër, Wendy. Do të flasim përsëri për ankthin, mirë se erdhët në studion tonë të Reze Dielli. Vazhdimisht kemi folur për këtë problematik që prek shumë e shumë njerëz në mbar botën. Shpesh e mendojmë atë si një ndjesi psikologjike, nervozizëm, shqetësim, frikë, pasiguri, por rrallë kemi lidhur ankthin me metabolizmin tonë, si ndryshon metabolizmi tek personat të cilët vuajnë nga ankthi, pse disa persona dobësohen, pse disa të tjerë shëndoshen, si ndikon ankthi tek këta organe, të organet tona. Jemi me Ema Brucin, mirë se erdhe Ema, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit shumë. Përsëri risjellim temën e ankthit, duke patur parasysh që është sfida e kohëve moderne, kemi quajtur her pas here pandemi e radhës tek të rriturit, tek fëmijët, kështu që do mundohemi her pas here të japim edhe këshilla edhe për t'i ndihmuar sadopak ata që na ndjekin dhe besoj kanë qenë të shumt edhe njerëzit që kanë kërkuar dhe ndihmë apo jo. Do doja të flisnim sot se si ndryshon metabolizmi i njerëzve të cilët vuajnë nga ankthi. Çfarë ndikimi ka ankthi tek ndryshimi i metabolizmit? Pse ndryshon? Unë të falenderoj për pyetjen, është pyetje shumë e bukur dhe shumë e vështirë për të kuptuar. Shpesh herë unë përballem si psikologe me të pafundëm njerëzit që vuajnë nga ankthi. Ankthi është ndjenja e frikës, që ne kemi thënë shpesh. Por çfarë ndodh në rastin se ne nuk trajtohemi dhe e lëm duke menduar se do të na kaloj vetëm, atëherë ai na çrregullon metabolizmin tonë. Si ta kuptojmë ndryshimin metabolik? Do ta filloja me kokën. Ne kemi një dhimbje koke të vazhdueshme, sa mendojmë se mund të na jetë krijuar një migren në kokë, që është një nga sëmundjet më të vështira që zgjat 24 orë dhimbja kokës. Vizitohemi, nuk kemi asgjë. Kemi një zhurmë të vazhdueshme në vesh. Mendojmë mos kemi një çrregullim me veshin e mesëm, kontrollohemi, nuk kemi asgjë. Kemi një mpirje totale të dhëmbëve, të gojës, të gjuhës, dridhje të duarve, të këmbëve, djersitje pa kontrolluar. Mendojmë kemi diçka, një problem nervor me nervat në trup. Nuk kemi absolutisht asnjë gjë. Kemi dhimbje kockash të forta të shpatullave, të nyjeve, të duarve, të kyçeve, të këmbëve, ftohje të vazhdueshme. Bëjmë përsëri kontrole dhe nuk kuptojmë se kemi asgjë. Por një nga problemet më të rëndësishme që dua të ndalem është pikërisht dhimbja e gjoksit. Është e shpesht, vjen sepse ataku panik shoqërohet me një dhimbje të fortë të gjoksit, në pjesën e mbrapme dhe mbrapa shpatullave. Atëherë çfarë është kjo? Shumë herë njerëzit kanë gabuar duke menduar se jemi të smur nga zemra. Kanë marrë dhe ilaçe për zemrën, për një kohë të gjatë. Ose jemi të ftohur shpatulla, pjesa e dhimbjes midis shpatullave, Po, e shoqërohet me marrje fryme dhe mendon që kemi diçka në zemër, por nuk kemi. Nuk kemi. Pra zemra jonë nuk është e smur. E njëjta gjë ndodh me stomakun, që është organi më i madh në trupin ton, dhe është organi i cili është i pari që sëmuret. Dhe këtu ne humbim kontrollin. Pra, shpesh herë, ne duke pasur këtë çrregullim të madh metabolik, ne mendojmë se diçka po ndodh në trupin tonë. Për shembull, do marr zorën e trash, diare ose kapslëk. Kontrollohemi, bëjmë kontrole të vazhdueshme, nuk kemi gjë. Një tjetër problem i rëndësishëm është procesi seksual. Na bie potenca seksuale, na bie dëshira seksuale. Kemi që orientim të vajzat të menstruacioneve, edhe largim të tyre. Kemi tek meshkujt ereksioni ullët fare, pra, po thuaj se nuk arrin do të realizohet. Te mosa shumë të reja. Nga 20 deri në 35, po kap moshat më delikate. Sidomos ata të cilët kanë përdorur dhe për një kohë të gjatë ilaçe antidepresive, të cilët që e kanë realizuar qëllimin e tyre, sepse këto ilaçe bëjnë ulin edhe më shumë dëshirën seksuale dhe ereksionin. Atëherë çfarë po ndodh? Dikush mendon që
erdi fundi botës, se duhet ta kuptojmë dhe një gjë seksi, është proces biologjik i domosdoshëm, është për dashurin, për lumturi, për lidhje, për familje, për gjithë shka. Pra, të gjitha këto tregojnë që trupi jonë ka ndryshuar metabolizmin tonë. Dhe sa e rëndësishme dhe sa e fort është kjo lidhja mes mendjes trurit edhe organeve trupit, se si truri arrin të komandojë dhe të bllokojë funksionet të caktuara në organizmin tonë. Pse do doja të dija tani, pse disa njerëz që janë ankthë në stres do psohen, disa të tjerë shëndoshen? Çfarë ndikimi ka? Në ndikon direkt në organizmin tonë, një nga pikat më delikate është pikërisht goja. Unë kam raste të shumt të mpirjes të dhëmbëve, të nofullës, dridhje të fytyrës, pirje të gjuhës, sa nuk han dot fare dhe është shtyn bukën me ujë. Pra nuk ushqehen. Nuk arrin të ushqehen. Tjetra, organi më i rëndësishëm është pikërisht stomaku. Sëmundja e stomakut shfaqet me njëherë gastriti. Çfarë është gastriti që ta kuptojmë thjesht? Gryrja e mureve të stomakut. Po ta shikosh në një gastro, shikon ti sikur ka gërvishtur një mace via të kuqe. Pra, rritet aciditeti në stomak dhe në këtë mënyrë gjendja e stomakut bëhet acaruese dhe ushqimi e ham dhe e vjellim, na shfaqet refluksi. Pra, gjitha këto shkakton stresi dhe ankthi. Në rastet, në disa raste, se gastriti mund të jetë te personat cilët nuk vuajnë nga ankthi, por që po flasim që stomaku është organi që dëmtohet prej ankthit, prej stresit. Pra, këtu ke bërë një pyetje të bukur. Këtu duhet ta ndajmë. Duhet kuptojmë një gjë të rëndësishme, që sëmundja ose të gjithë ky çrregullim metabolik nuk është një lloj sikur ne jemi të smur nga stomaku, ose të smur nga mushkrit, ose të smur nga zemra. Pra është një çrregullim metabolik i cili me stabilizimin e ankthit stabilizohet totalisht. Pra, rëndësishme është të theksojmë ne duhet të stabilizojmë ankthim, pastaj të merrim me pasojën dhe çrregullimet që na ka dhënë ai. Se nëse do kurojmë stomakun, ankthi vazhdon, sërish do na shkaktojë gastritin apo rastin tjetër. Kemi dhe raste kur është faza e tretë, kur ne na sëmuret vërtet njëri nga organet, a i gjen pikën më të dobë në trupin tonë dhe na i sëmur. Atëhere, çfarë ndodh? Ne sa shërohemi... Për veshkat, infeksionet urinare... Unë kam pasur djem, një grup të madh, 8 djem nga Gjermania, të cilët kishin në të njëjtën gjendje. Ju ishte shfaqur bakteri në stomak. Dhe çfarë ndodhte? Ata sa shëroheshin, pra ishin në fazën e tretë. Sa shëroheshin, për një muaj sëmureshin prapë, për një muaj sëmureshin prapë. Dhe nuk ju dhamë doktori antibiotik, sepse mund t'ju shkaktonte dhe kancer stomak për sëritja e vazhdueshme antibiotikëve. Atëherë, filluan me dieta të forta, u dobësuan shumë, gjendja e tyre që është shumë e rënduar, kur erdhën te unë në gjendje shumë anktioze dhe shumë të rënduar, pasi jo vetëm shëndeti mendor, po tani dhe shëndeti fizik ishte në alarm të... Absolutisht. Ka njerëz që për shkak të stresit e shoqërojnë stresin me një ngrënje emocionale, ose themi uria emocionale dhe ajo i shëndosh, sepse han pa mendje ose han për shkak të gjendjes së tyre të vështirë emocionale. Këtu dua të ndalë. Kjo është më dëmshme apo? Kjo është një tjetër problem. Sidomos medikamentet e depresionit, antidepresivët, sjellin mbi peshë, pra fryrje. Fryrje të jashtëmase. Kam pasur shumë pacient, të cilët kanë shkuar dhe 100 kg. Pra nuk kishin vërtet që hanin kaq shumë, po kishin një shëndet shumë të madh. I cili i bënte edhe më rëndonte edhe shumë më shumë gjendjen psikologjike. Sa e bukur është të themi që po ankthi shërohet, po vetëm ata personat që e kanë mbi shpatulla e dinë se si e kalojnë, si e përjetojnë, ata dhe vetë familjarët të cilët janë po aq të përfshirë emocionalisht në gjendjen e vështirë të antarit të tyre, aq më tepër ku ky pjesëtar është edhe një fëmijë, që janë edhe numra në rritje të personave, adoleshentëve të rinjve të cilët preken dhe vuajnë nga ankthi, por do doja të dija se sa të hapur, sa tabu e kemi sot ne shfaqjen e këtij problemi. Sa e komunikojmë, sa kërkojmë ndihmë. Familjarët sa e pranojnë që pjesëtari i tyre ka këtë problematikë dhe sa e kërkon ndihmën. Duhet të di ka ndonjë ndryshim? Unë do ta filloja me fëmijët, meqense e nise me adoleshentët. Kam një numër të madh adoleshentësh
edhe më poshtë adoleshencës, 12, 15, 17, 19 vjeç, është një numër i madh të cilët vuajnë nga ankthi. Do ta filloja me prindrit. Është shumë e rëndësishme që prindi ta kuptojë dhe mos e bullizoj fëmijën, po t'i kërkoj të japi ndihmë. Mendoj që suksesi tek fëmijët është marrëdhënia prind-fëmijë. Në rastin se ne, qoftë do t'i tërhiqja vëmendjen fëmijëve, të rinjve, në rastin se ne besojmë te prindi jon, e duam prindin ton dhe e vlerësojmë atë çka nëna dhe babai na thot, është sukses. Edhe kjo është edhe ndërton prindi apo jo? Pra, prindi është detyra e prindit që marrëdhënia prind-fëmijë të jetë marrëdhënie si shoku me shoqen. Pra, jo një marrëdhënie diktatoriale. Them unë dhe kështu do të bëhet. Pra, kërkon marrëveshje. Suksesi i një prindrimi është pikërisht argumenti. Debate ka, normal se kjo është jeta, ne duhet t'i argumentojmë fëmijës, ka ikur koha e dhunës psikologjike e aq më tepër e dhunës fizike, pra jemi në kohën kur ne duhet të kemi në dorë argumentin për të vërtetuar që kjo që themi ne është e drejtë. Ema, unë të thash që jo shpesh në ndodhë që njerëzit të rrëfejnë për gjendjen e tyre psikologjike, për ankthin, depresionin që kanë kaluar, por pse jo ka ardhur koha që ne të thyejmë disa tabu. Dhe këtë tabu për ne sot e thyen zonja Liri Kurpali. Ajo është një shtetëse shqiptare, jeton prej vitesh në Gjermani. Dhe sot do të ndaj me ne historinë e saj të përballimit me ankthin. Nuk e di nëse e kemi zonjën Liri në lidhjen tonë virtuale. Përshëndetje nga Reze Dielli, nga Tirana. Dhe të falenderoj shumë që je me ne. Faleminderit. Zonja Liri, sa vite keni në Gjermani? 9 vjet. 9 vjet. Ti ke provuar këtë ndjesinë dhe ke kaluar një fazë të vështirë në jetën tënde, duke përjetuar ankthin, prej sa kohësh vuan nga ankthi, zonja Liri? Kam 6 vjet. 6 vjet në luftë dhe në sfidë me ankthin. Më trego pak si të ka nisur ankthi, çfarë ke përjetuar, çfarë ke ndjerë? Si gjithë femrat me të problemet e menopauzës në fillim fare, ju drejtova doktorit Grave. Kujdes, të ira pak telefoni, ju kërkojmë ndjes publikut. S'ka problem, zonja Liri, mund të vazhdosh. Të shfaqur në periudhën tënde të menopauzës, apo jo? Një shkëputje. Është edhe shkëputur ndoshta, i është shërzuar telefoni, por na tregonte pak për historinë e vetë të përballjes me ankthin. Jo të gjithë kemi mundësi, ose mundësia ndoshta jo, por është ajo tabuja para gjykimit, çfarë do mendojnë të tjerët. Kjo i bllokon disa njerëz për të kërkuar ndihmë dhe për ta ndihmuar veten. Atëherë, këtu dua të ndalem. Nuk është e thjeshtë që një zonjë shqiptare në çfarë do lloj moshe, të arrit të dalë në ekranin e televizionit dhe të flasi hapur, që unë përballem për ditë me të njëjtën gjë, ku njerëzit më thonë, doktoresha, kujdes se mos e marri vesh njeri që kam qenë e smur. Ankthi nuk është tabu, nuk është turp, është një sëmundje e cila kërkon ndihmë. Dhe ndihma është e domosdoshme. Ne vetëm nuk ja dalim dot. Kështu që nuk është turp të flasësh dhe të tregosh. Liria gjeti forcën, sot unë në ekran. E kemi sërish zonja Liri, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Dhe po të dëgjojmë historinë tënde. Të lutem më thuaj çfarë simptomash ndjeje ti këtu 6 vite përpara kur të ka filluar ankthi. Kisha i qik si nevrike, mendimet tepërta, tension të lartë. Kujt i Edhe shprehje? u drejtova ke ginekologu më tha që ki probleme mendore, nuk ka të bëjnë pune E shëndetit. e menopauzës. Unë u drejtova ke psikologu më dha ilaçe si matë ndryshme, do më thonë kam provu shumë ilaçe, ato s'ishin për mu. Edhe i kam pi një kohë gjatë ilaçet, fillun më ranë flokët. Edhe i fillova ato në nëntor 2018.
Në 2019, në maj 2019, jam bën shumë keq nga ilaçet. Do me thonë, ato 5 muaj piva ilaçet, po nuk o që ndjeva në shqetësim të madhë. Nuk më bëjshin mirë, po në shqetësim të madhë nuk o që kisha. Mas 5 muajve në maj, më shpaq dhe një kokë u bëna agresive, do me thonë, tensioni lujtë sa lartë sa poshtë. Mora ilaçet ndryshme, ilaçet që s'ishin për mu, do me thonë. Kujt i rrëfeshe, kujt i Ujra dhe ke spitali Amerikan, ke treshin Tiranë, më thanë, me që ti ka dhonë doktori Gjerman këto ilaçe, as ti heqim dot, as nuk ti ndryshojmë dot. Qartë, zonja Liri, më dëgjo pak, të lutem, më thuaj, kujt i tregoje ti me kë flisje, a të kupton të familja për të gjitha shenjat, simptomat që të karakterizojnë këtë gjendje të vështirë, të ankthit, të pagjumësisë, të stresit që përjetoje, nervozizmit, sa të kupton të familja jote? Jo, normal që më kuptoj këtë. Komplet familja më ka kuptu. Sidomos gocën njëre e kam marrë gjdo seansë, gjdo gjë e kam marrë me veti, edhe kisha frikë se mos do rëndohet edhe goca të një qa flitë qa unë me psikologu në këshu, do më thonë. Po me ilaçet e këtuit u bona shumë keq, fillova shtova pesh, 1,68 isha e gjatë, kisha 95 kg pesh, fillova vetëm shqetësimet kisha. Nga se mendon se të shfaqur ankthi? Ke përjetuar një stres, një problematik familjare, largimi nga Shqipëria, çfarë mendon se të ka ndikuar? E kisha edhe këtë mërzin që u largova nga Shqipëria. Tani, si ndihesh? Tash jam shumë mirë. Kam në rrjetet sociale, kam gjetë doktoresh Ema Brucin, edhe kam kontaktu me ta, edhe më ka thonë, e di se çfarë keti. Tani, këto mendimet negative, këto simptomat e tjera, i ke më? Jo, kam rënë peshe, çdo gjë, jo, me Ema Brucin, Brucin jam shumë mirë. Më bëhet shumë qefi, unë të falenderoj shumë. Liri, të lutem. Ishin 3 gjëra të rëndësishme që doa t'i dëgjoj publiku. Pra, pikërisht, ishin mendimet negative, kishe probleme me yndyrnat në gjak, pra ishe drejt një para infakti, kishe karbohidratet e larta, që ishte një tjetër problematik, pra nuk haje do t'as buk, dhe ishe shumë e shëndosh, pra 100 kile për një trup jo të shtat lartë. Pra, ishin disa gjëra të cilat na quan drejt një rreziku dhe për jetën, apo jo? Pra, a ke shkuar shpesh në urgjencë për të kërkuar ndihmë për zëndra? Kam shkua, maj doktoresha, shkojsha ke doktori familjes, edhe më thoj ke kaluaj në frak, më veshin në ambulancë, më qeshin ke spitali kryesor, kur shkojsha atje më thoshin s'kja si gjë. Bëjsha vizita për kokën, për çdo lloj vizite, asi gjë sugjer ke dërmoni him, në asi vend. Ky Dermani, shqyqyr që ti je hapur, ke kërkuar ndihmë edhe që më bëhet qefi që zonja Liri është duke kaluar dhe është mirë nga ana emocionale dhe psikologjike dhe doja që ta falenderoja, po patjetër, dhe doja ta falenderoja shumë për ndërhyrjen, të uroj shëndet dhe bëre mirë që e ndave historinë tënde për t'i dhënë forcë, kurajo dhe frymëzim në një farë mënyre të gjithë atyre që janë duke përjetuar në mënyrë që të kërkojnë gjithmonë ndihmë. Nuk ja dalim dot gjithmonë vetë me probleme të tilla, po të hapim shoqërinë me familjen. Edhe një gjë të fundit, lutem. Patjetër. Nuk është shkosh të në një kompani, për shembull, që shkojnë marrin në kompani farmaci medikamente gjëra që nuk. Tani duhet të sqarojmë dhe të ndajmë edhe këtë pjesën. Më thej që psikologja të ka dhënë ilaç gjë që s'duhet se jep mjeku psikiatër, një, e dyta dhe për persona të cilët e kanë të nevojshme terapinë me medikamente, patjetër duke u konsultuar gjithmonë me specialistin, me profesionistin e shëndetit mendor, patjetër që ka raste ku medikamentet janë të domosdoshme që të mos i konfuzojmë audiencën edhe e ka ngatruar fjalën psikolog dhe psikiatër sepse kjo ndodh gjithmonë. Pra ilaçet ja ka dhënë
psiqiatri, doktori psiqiatri, ka që që ta bëjmë këtë sqarim se është më tepër te terminologjia. E falenderoj shumë zonjë Liri, uroj shëndet dhe të përshëndesim nga Rezja jon. Faleminderit për kohën tënde. Të urojmë edhe një herë ta kalosh këtë fazë. Tani në minutat që na kanë mbetur, ndaj fluturoj minutat edhe dihet se si këto tematika zgjaten. Do doja të preknim pak këtë sindromën që kam dëgjuar shpesh kohët e fundit, sindromën e zemrës së thyer. Është një sindrom si fizike, ashtu edhe psikologjike, kur ne humbim ose përjetojmë një stres të madh emocional, humbja një të afërmi apo një stres tjetër që lidhet me këtë. Sa e rrezikshme është kjo dhe si duhet ta menaxhojmë? Atëherë, kjo është një pikë delikate tjetër, është një ekstrem. Për shkak të një ndodhje, sepse vetë jeta është ngarkuar me emocion, kjo është jeta, emocion është jeta, dhe ne përballemi me emocione të ndryshme, që mund të na futin për shkak të një stresi ose të një ataku panik. Mund të na futin pikërisht në një gjendje shumë të rënduar. Çfarë ndodh? Zemra jon, e cila ka për detyrë të çojë nëpërmjet gjakut, të çojë ushqimin në çdo qelisë të trupit, edhe në tru, është pikërisht ajo që nuk funksionon ashtu siç duhet. Pra kemi një enket. Nuk arrin të pompohet dhe kam dëgjuar dhe lexova që në këto momente kur përjetohet ky stres i madh, zemra merr atë formën e një vazo japoneze që quhet takotsubo. Prandaj quhet dhe zemra e thyer. Bravo. Pra, dhe në këtë moment çfarë ndodh? Cilat janë shenjat që ne të kuptojmë? Kemi një frymarrje shumë të vështirë, që mezi marrim frym, duhet të marrim disa herë frym. Kemi djersitje të pakontrolluar, dhimbje të fortë gjoksi dhe marrje mendsh. Unë do t'jap shembullin e rasteve konkrete, ishin pikërisht koha e pandemisë, kur këto raste ndodhin, ishin të vërteta. Pra, pikërisht ndjenja e madhe e frikës se çfarë po ndodh, frika me përballjes me vdekjen, ndodhi që njerëzve t'ju jepte një goditje të fortë të tillë dhe ju mori dhe jetën. Pra, janë raste të shumta që njerëzve ju ka marrë edhe jetën. Pra, duhet të kuptojmë një gjë, kur ataku panik vjen i fortë, ai është i rrezikshëm dhe kur frika është shumë e madhe. Prandaj duhen ndarë edhe zonja që foli, ngatrojmë psiqiatrin dhe psikologun. Psiqiatria është doktori i cili merret me dhënien e ilaçeve dhe zonja ka marrë nga psiqiatri o nga psikologu. Dhe psikologu është gjë tjetër. Psikologu duhet të jetë në çfarëdo moshe në botën europiane dhe të qytetëruar. Ne e kuptojmë që ai është baraz me mjekun e familjes dhe është aty. Ne kemi nevojë dhe shkojmë edhe në Shqipëri sot, ka marrë për masa për hapje goxha të madhe, që te kopshet, te shkollat, edhe për ambulanca. Se ka sjell vetë koha rolin e psikologut. Megjithatë, nuk është puna që është aty. Puna është që akoma ne nuk kemi arritur të vetë ndërgjegjësohemi ne, që psikologu ka një rol të domosdoshëm dhe nuk është absolutisht asnjë gjë. Ndërsa për sa i përket doktorit psiqiatër, nuk do të uronja që askush të shkonte deri në gradën e psiqiatrisë, por ama ka momente kur duhet. Sepse ky ilaç ne na ndihmon në një krizë, në një atak panik, na mpin trurin dhe truri jon frenohet nga një veprim i rrezikshëm që mund të na marrë dhe jetën. Falenderoj që e bëm edhe këtë sqarim, edhe të falenderoj që e ke me kaq pasion, me kaq përkushtim këtë punë për të ndihmuar njerëzit të cilët vuajnë nga ankthi, ataku i panikut edhe jenë në dispozicion për ta. Kam pa fund edhe vetë liria e tregoj, unë punoj në gjithë botën, dhe do shumë këtë punë dhe këtë profesion për t'i ndihmuar dhe për t'ju ardhur sa më shumë në ndihmë njerëzve. Të uroj fundjavë të bukur edhe pse e di që ke të ngjeshur edhe me komunikime me rastet të pafundme. Falenderoj shumë ty publik që na ndoqë sot, shihemi të hënën live, ritransmetimet në fundjavë. Mirupafshim.